se s'është mirë. Po për mu kanë qenë njerëzit më të mirë në botë që i kom taku në jetën tem, edhe gjithmonë i kujtoj edhe mendoj për ta, edhe thom, o zot inshallah, në botën tjetër i takoj. Dhe ju që jënë konë kokat, po jënë konë me njerëz tepër të mirë mrena. Sa e hapëm live-in, orë ju që shkomentoni dhe bolli janë shka isha janë, se na dori 200 tabela. Nuk e di nga alkoholi, qas lloj tabele doli. Okej, o Fjolla, doja me të pyet. A është e vështirë të bësh fam tani dhe edhe në kohën që keni qenë ju atëherë të bëje fam? Kur është më e vështirë? Qërë, tash te ka dalë lloj TikTok-a sene tripa, femnat po bojnë la qështu abdim po dhezin me qësi sene, në atër nuk kena pasën, u dash me boj investime shumë të mëdha në karierë, në muzikë, unë jam konë tip që kom investu shumë të fuqeshëm, edhe për që ta e kom pas suksesin edhe kongët, se kom investu shumë. E tash u bo kollaj, tash peshet një TikTok, ose kanë dalë qëta tipat e fort, jo të fort, për një farë forme të fort, edhe ta na javdim për dhezin qëto femna. Po që una boni dhe ju në i pytje, komentoni pak me në i pytje të bukur, do e zjedhin, pytje të bukur, se pytje vaj lesht. Jo, po edhe në i pytje nga publiku, komentoni në i pytje të bukur. Kozak të të pyte Fjollën, sa tatuazhe ke? Ajde që nuk i ku një. Sta kërë, nëmëroj hirë. 3, 4, 7-8 i kam qishtë. 7-8? Po, unë i kam me do me thonje, kejtë. Qa do me thonje ka për shumë laj tatuazhe që ke bëtë dorë? Grande! Qaj është grande. Sa paguash për një koncert, o Fjolla? Sa lek paguash për një koncert? Gëm, unë me thonë drejt, jam pagu shumë për një koncert, ma herët edhe arsyeja ka qenë se i kum pas konte suksesshme, edhe kum pas menaxhimin shumë të fortë. Edhe a du të me thonë shifrën atë, dej 20.000 jam pagu. 20.000? Po me Noizin, a ke pas në njërë kështu kontakt? Kum pas raporte shumë. Në shtë ka Noiz, a është Noiz i vërtet, këshive jero mafjerë. Apo talën ta erë dhe herë më komentar. A i shok ti Noizin se se di une? Noizin shok mëra kena vëbyra zërë të unë Noizin? Noizi s'ka bu kongë me mu, veç pse, ju s'ka bu kongë, po më ka thonë, ka pas shef me bu, më ka thonë, ndërpreje me stresin, mos e bëll që atër kongën, e bujna bashkë, unë jam po më fridos të Fjori. Si ishte puna, jo, ma të regoje këshu fije për perë, si ka qenë fix, po e du fix. Po konë shumë interesant. Jena ta pute studia e Noizit, edhe unë e sa e nëzira FB-ën, fucking bitch kongën, edhe isha të e punu kongën me stresin, edhe i thash, Noizi jam të e bu kongën me stresin, sa mos e bë, tha se kur bashkëpunim s'kina me bohe. Qa dhuë? Po, i thash ngëm, thash nuk mojo burë, thash se e kom bu kongën, tash s'mu i mi thona, pëden ju. Po quna, shpërndani pak lajkin, bëni pak lajkin, po quna, bëni pak lajkin. S'ka full, a sët full me stresin. Edhe, a di qa, me hin në Instagram ka bo blok. Noizja. Edhe mu më ka bërë. Vallaj. Dë bënë, që të bë blok, është tip që të bë... Po qa të bëni blok ty? Për që ta që e buna kongën me të atëherë. Ta të thonë. Edhe, i tha, anulloj, e tha, bujna bashkë. I tha, shmoj... Në qa viti kjo mua bet? 2014-ën, që ashtu, konë? Edhe kur s'ma ka ik blokin. Ka pas blok. 1 minutë. O vlla, shko atje dhe nesër mjes rrugullohem unë me ta. Shko atje, mos e thuj gjë fare. Edhe qështu njeri. Ik më se jam live.
kallëzon anaj sen tjetër? Ish më që me kallëzuar. E këto që gjithçka shkruajnë çdo, shkruajnë këta afar. Jo, ma sa shua fjolla se i bi me mshajt me më ofenduar. Jo, Mos u merr me ata, ti bi vetëm me mul mu me mshajt mu, po do, me mul e me msha, vazhdo ti. S'ka gjë. Mos u merr me ata, jo, mos i lexohet ai që na uli në shajt. Ta është i poshtë, se si kështu. Unë di për këtë zgjuar. Jo, mëre, po, nuk gëm, pasha nonën ngë knina. Unë i këshyri qëto që i qesin, abdin si video. Edhe ty të kompani që nërë kështu si video. Që të qesin, abdin, po live s'kom i me të këshyrë kur, se s'kom pas t'i këtë. E disa djali mi jam lajnë, pasha kishën e lashit. A di kush ma ka qenë lobi i Big Brotherit, ai lobi ma ka qenë. Ai është mashtrus ma i labinot rejtë. Jo, ai zibidia. Ai është kokra legenit, më falë që po them kështu, po labinot rejtë është një nga burrat. Mo mashtrus. Ai lobi i Mitrovicës, ai tjetri. Që u konë. Nga ato s'foli. Edhe... Ishte shpis. Po që unë ata, për zotin, nga futja dhe i god me ex, unë po e pi dhe një, po e pi fshera se qpari, kisha 2500 veta mike njerëzit. E këp, ku e ki verën te? Qështu e kam rë? Qështu? Ku e ki, hajde, qëj e ti bro një? Pasha kish në lashit porë, për shgoda 4 që qoj me eksër. A katolik janë? Unë jam të dy allojat e feve, edhe katolik edhe musliman. Pse pasha kishën e lashit, qka puna e lashit? Po jam... I lashit janë? Besoj të kisha lashit, jo më unë jam nga të pelena, se më nga lashit. Nga të pelena qenkja? Jo të pelena që jemi. Janë shumë të mirë të pelena. Pjull pa dera, s'ka? Jo, nga që po të thëmë, janë burra dhe janë të besus. Për zotin, për bes. 30 nga që të kalzoj. Dhe aj që ka qenë, ishë janë, ka qenë nga të pelina. Nga, nuk 30 me të njoftë, për 30 vdes për ty që atë. Me qake, o fjolla, qake bënejerë në histeri me në i gangu, në i gangu Shqipërie, jo gangu shukot, qake bëne jerë aventurë frikshme. Nga të regone jerë. Ngam, historitë e mija janë shumë interesante. Pse? Janë shumë grande, janë shumë të mëdhaja. Edhe një palzu ato stori, trishtuhën gjinja. Pse? Banime në jetër. Unë jam po, dëgjë, unë jam po në gjithë raspirante, dojmë për raspirante? Rezikante. Edhe nuk di mu tut për kur gjofit. Unë e qëtash me najt me ty, me hongër buk me ty, qa di që e ha buk me ty, e ha bukën me ty, unë e vdes me ty edhe nuk lon lësh. 50.000 pluma me më qitën, unë e që aty dalë për para, nuk e rruj për asë të sene, që babë. Edhe, qëto problemi që unë e kom dalim për femnave. Se, njerëz është shumë fështirë me gjithë tamon që e hojnë bukën me ty. Na doli tabela prapë, po qajna të bomë o TikTok. Po qajna të bomë mër TikTok, mër ta shif shanonën mër TikTok. Na ka ndalë 50 tabela me rëpë shpije. Edhe unë dëgjok njëna, unë jam shok. Po. Apo mi ka pëtëm. Po të një. Jam shok shumë i fort. Këto probleme. Si ka mundësi? Si ka mundësi na del kjo tabela? Për çfarë arsye ti më lej çto gjoksa? Po vish në bluzë me rëpë shpije, tani ka marru punë se ka dalë tabela. Pijamën e zizë. Në motër do të me vesh në bluzë me zinxhirë. O, me pijama kështu dalë vallahi. Po vish me pijama se s'ka në i gjërë. Jam lodhën. O TikTok, nuk është të bënë në i gjërë më burë. Na të rekone histori o fjolla me në i të famshëm, qa ke bënë në i gjërë? Me të famshëm? Dëgja, une, po me në të Kosovës famshëm. Famshëm nuk... të Kosovës famshëm, une keti kam havera, s'kom naj farë, naj dosta i kam kejtë burë i dheut. Nuk është që
kom pas lidhje, Ato na knosh një freestyle. E kom kënu njëherë të meritoni se kënu mo, a di që shë kena po bre, që aty për që aty kena po që ato. Shumë interesant. Shumë fort ishte. Jo, une me knasje pranova këtë intervjistën me ty, se zakonisht kom përcjellë dhe të kom pona për TikTok-a, na për qështu që të qesin. A jam djali mirë. Po, ti je shumë djali mirë, ndëgjosh Nina, po zakonisht na që e kena shpirtin e mirë dhe jena shumë të pastër edhe krejtve mundojna mi bo mirë, edhe çdo sen që e kena e ndojna me krejt, si jena të lindon na, qashtu jena. Edhe gjithmonë ma ke jep qatë pozitivitet që je njeri shumë i mirë mrena. Edhe që kjo kjarë ty janë qënë e pranova. Po edhe ti rëp të motra, se edhe ty të kanë bo gogol, o bo fjolla, o bo fjolla. Fjolla ala me të gocër. Në motrë, ke shef me ba mua bet për kish lashe. A ke net në jemi ne hajdut prej lashe? Jo. Me që kërkon nga lashe kom nejtë, po hajdut s'ka qenë. Kër shkroj tira. Ka qenë shumë i mirë. A vjeta? Ka përë t'i pas shpirti. Ja, okej. Kozak. Po, qa do thosha unë, du me të pyto fjolla, për te biku, a kishit në i këshu në i skenarë, në i gjërë? Jo, më të thonë drejt nuk ka pas skenar, po ka qenë Kozak edhe një gjenerat, pak ma e re, edhe do personat cilët nuk kanë qenë muj me thonën të ngit me artin. A përdin që janë me zot një lak që thojnë të na. Kanë qenë tund për art, për disa prej atymve, edhe aty nuk qyrët anaj kur fillon për me qenë i und për art edhe për me arrit edhe për me mri, njerëzit janë gjendje gjithë shka me bo për me arrit dhe në qatë pikë, të vetën. Që si persona ka pas cilët mendoj që së më takoj ke mu as me qel tema aktuale me ta, se s'kishe qa me qel me ata, se ata s'kanë pa kur zhënjetë të vla. Pëti e që së shumë të rapë. Fjolla, po si e kalon ditën, qa bon, kur qo është mjes, qa rutinë? Une zakonisht, unë jam shumë e përkushtume në familje, si një... Ta ka në maj ke fjolla? 2 goca i kam. I pash me jetë, sa e ke gocën e madhe? 23. Sare? 23. 23 vjeç ke gocën, jarë. Qa të thënërë? Po e vogla 10. Ja, se s'ka shans ta kesh gocën